Pas konfirmimit nga Brikela për ndarjen e Mateos, si është jeni të ardhmen me marrëdhënien e tyre? Mendoni se kjo është një ndarje përfundimtare apo ekziston ende mundësia për një ribashkim në të ardhmen, duke marrë parasysh deklaratën për respekt të ndërsjellët? Atëherë, më vjen keq që ne shqiptarët jemi mësuar që ta ushqim shpirtin me telenovela turke dhe me telenovela indiane. Më vjen shumë keq realisht që zgjidhen forma të gabuara marketingu për të qenë në qendër të vëmendjes. E njëjta gjë siç ndodhi edhe në Big Brother, ku herë pajtoheshim, herë ndaheshim, herë thuheshja po dhe herë thuheshja jo, po ndodh po e njëjta gjë dhe jashtë. Realisht më vjen keq për ata njerëz që i ndjekin, realisht më vjen keq për ata njerëz që më pyesin për ditë madje edhe për këtë lidhje. Më duket shumë absurde pse duhet të vazhdohet dhe pse duhet zgjidhet një formë marketingu nga një program i cili fillon për pak procesit sportiv, që të ketë shikueshmëri, ndërkohë që shikueshmëria duhet të jetë në bazë të produktit që programi shet dhe jo në bazë të historive të dashurisë, ku dy protagonistët në fjalë do të jenë pjesë të programit, si analist, njëri dhe tjetra si host, le të themi, do të jetë në panel, por do të ketë edhe rolin e hostesit, do të lozet gjatë gjithë kohës kjo karta e kësaj ndarjes dhe në fund fare do të jetë ky pajtimi i famshëm ku triumfon dashuria. Është shumë e shëmtuar e tëra kjo që po më vjen shumë keq me ato deklaratat e pakuptimta që hidhen nëpër grupe. Kjo është e bërë, nëse ti do të deklarosh diçka, mund dalësh në një intervistë, mund ta thuash, mund të bësh një story vet, por nuk e pse t'ia shkruash grupit tënd të fansave, sepse është një mesazh i shkruar në grupin e fansave, për ta bërë akoma dhe më interesant historinë e tyre. Për mua është marketing i dështuar. Sipas informacioneve që ke ti, janë ndarë apo jo? Sipas informacioneve që unë kam, jo, nuk janë ndarë. Pas deklaratës së Olta Gixharit në një intervistë ku ajo vlerësoi shumë Leonora Jakupin, pavarësisht se të dyja nuk ndiqen më në rrjetet sociale, si interpretoni marrëdhënia aktuale mes tyre? Nuk e di pse është kthyer në mod kjo ndiqesh apo jo në rrjetet sociale për thënë kia apo si shoqe. E dini ju që unë me vllajin tim nuk ndiqem në Instagram apo në Facebook apo në LinkedIn apo nuk e di se çfarë rrjete sociale ka, po unë kam vlla dhe kam marrëdhënie fantastike. Nuk e di pse duhet të jetë faktor apo matës fakti nëse ndiqesh ose jo në Instagram. Nuk e kanë çdo lloj marrëdhënie të mundshme, janë dy personazhe që për mua nuk shkojnë fare njëra me tjetrën, po dhe po të jenë shoqe, nuk ka gjë më të bukur sa të kenë që të jenë shoqe, s'ka ndonjë gjë të keqe. Pas reagimit të reperit Noizi lidhur me protestat dhe debatet për investimet në Zvërnec, si e vlerësoni qëndrimin e tij publik dhe mënyrën e komunikimit në rrjetet sociale? Në 2026 çdo njeri ka të drejtën e tij të shprehë si të dojë dhe të thotë çfarë të dojë. Më vjen shumë keq që disa personazhe të cilët realisht duhet kishin reaguar nuk kanë reaguar, dhe më vjen shumë keq që disa personazhe që kanë thënë mendimin e tyre kanë reaguar në formën e tyre, po sulmohen më shumë se ata që nuk kanë reaguar fare. Më tepër do të merresha me ata personazhe që tregojnë që dalin në video përpara se të dalin në protestë, tregojnë se çfarë kanë veshur, çfarë çante kanë, çfarë take, ku i kanë bërë flokët, ku i kanë bërë make-upin dhe që po dalin për protestë, marrin dhe një videograf me vete që t'i filmoj bukur nga larg, sikur janë pamendje dhe pastaj ata hedhin në Instagram për të bërë reklamën si të rrobave që kanë veshur, si të çantës që kanë veshur, si të make-up artist dhe si të nuk e di qëllimeve të tjera që kanë. Këto janë personazhet që duhen sulmuar, këto janë personazhet që duhen bojkotuar dhe jo ato personazhe që në fundit thonë mendimin e tyre. Kështu që më vjen keq që po sulmohet Noizi dhe ndërkohë po ulen malet e po ngrihen halet. Pas deklaratës së Indrit Shirokos, ku ai pretendoi se ka tentuar të kontaktojë Vanesën për të sqaruar raportin e tyre, por nuk ka marrë përgjigje. Si e shihni ju këtë situatë mes dy ish konkurrentëve të Ferma VIP? Mendoni se Vanesa duhet të pranojë një takim për sqarim apo historia e tyre është mbyllur përfundimisht pas ndarjes së bueshme në Prime? Pa i zotin, kush është Indrit Shiroka? Mund të kem një përgjigje? Ai që ka pasur Vanesa një situatë në Ferma VIP.
që la dhe të dashur. Po imagjino domethënë se çfarë lojtari ka qenë ai, saqë e vetme gjë që i ka ngelur në 80 ditë që në 70 ditë qëndrimi është ai që ka pasur Vanessa diçka. A ja vlen të flasësh për një personazh të tillë, për një kokrën e Leckës që dele hyne dele lidhet ndahet lidhet edhe del tash do të prapë që të takoje të bëje. Unë realisht këto lloj njerëzish nuk arrit të kuptoj dhe më vjen keq refuzoj që të komentoj të tillë personazhe. Nuk keni asnjë mendim që a duhet ta pranoj Vanessa? Absolutisht asnjë lloj mendimi për një ameb. Saj për Indritin. Dhe këtë duhet pyesni Vanessën, mos më pyesni mua. Nuk ke mendim për këtë. Jo, fare zero, për amebat nuk kam asnjë lloj mendimi. Okej, mi që jemi të ferma VIP, pas debatit të ashpër mes Mozës dhe Ilirit, ku konflikti degradoi në fyerje personale dhe përfshirje të familjarëve, si vlerësorët një sjelljen e tyre gjatë kësaj përplasje. A mendoni se produksioni duhet të ndërhyjë më ashpër në raste të tilla, apo këto situata janë pjesë e lojës dhe tensionit të formatit? Po produksioni duhet kishte ndërhyrë kohë më parë. Produksioni duhet kishte ndërhyrë që kur Sara tha që unë e di se çka thuhet në Ferma Club. Produksioni duhet kishte ndërhyrë që kur ç'të them unë ty. Vllai Olës hyri brenda dhe tha që duhet dalësh jashtë. Produksioni duhet kishte ndërhyrë që tek lidhja i Indritit me Vanessën që ishte kompletësisur nga produksioni. Produksioni duhet kishte ndërhyrë që nga shtrirja e kablit të Sony Malej. Produksioni duhet kishte ndërhyrë, nuk e di, as sa raste ka kur është kërcënuar Moza. Kur ka ndërhyrë Zhako dhe ka sjellë informacione nga jashtë. A keni vënë re që këtu më keq se sa Big Brother po mungojnë zarfat, ndëshkimet, po favorizohen lojtarë të caktuar si Sara Karaj, Ilir Shaqiri, Romir Balla, Zalla, si e ka që të shkojnë në finale dhe ndërkohë që lojtarët e vërtet, ata që të vërtet e kanë bërë fermën, këtë vit fermën e ka bërë Moza, unë nuk e di se çka kërkon akoma ky produksion që të sajoj, a do të shtoj shpurën e finalistëve, po jo pra, fare se nuk duhet të jetë kështu. Janë bërë të lotshëm, janë bërë përsëritës, janë bërë të shëmtuar, na bëjnë për budallë dhe më vjen shumë keq që ky lloj produksioni bën krye Eraldo Rexhan vazhdojnë dhe i shesin publikut pa lavra. Pas deklaratës së Stresit, ku ai shpreh se është single dhe se nusën e ardhshme e do politikane serioze. Si e interpretoni këtë qëndrim të tij për jetën personale dhe kriteret që ka për partnerën e ardhshme? Çfarë do me thënë politikane serioze do të pyesja unë fillim dhe më pas do jap një mendim se çfarë kërkon. Pikërisht pra, pikërisht. Stresi në fillim të na sqaroi se çfarë do me thënë politikane serioze, se nuk e di, në ka politikane jo serioze apo ka një klon apo nuk e di se çfarë mund të ketë. Politikan, si serioz, si jo serioz, për mua janë të tërë jo serioz, për mua janë të tërë politikanët janë mashtrues, kështu që nuk më intereson fare nëse është serioze po apo jo, po do kisha dashur kur të kisha një grua politikane, po duhet të di se ku e ka stresi çështjen ose ku e ka fjalën tek politikane serioze, më pas për të komentuar këtë, sepse realisht nuk e kuptoj se çfarë do të thënë politikane serioze. Pas intervistës së Besa Tafarit, ku ajo foli për raportin me motrën e saj Dafina Zeqiri dhe deklaroi publikisht dashurinë dhe mbështetjen për të. Si dhe pas postimit të Dafina Zeqiri që u interpretua si një mesazh tumbues, si e shihni ju marrëdhënien aktuale mes dy motrave? Mendoni se kemi të bëjmë me një keq kuptim të interpretuar nga rrjetet sociale apo një raport ende të ftohtë pavarësisht deklaratave publike? Nuk e di, neve duam gjithmonë të gjejmë gjilpërën në kasht. Nuk e kuptoj, do me thënë, pse duhet ketë patjetër problem diku ku nuk ka problem. Pse duhet ketë patjetër diçka që mund të kenë ndodhur apo duhet të kenë ndodhur. Pse duhen interpretuar apo keq interpretuar deklaratat midis dy motrave? Çfarë hodhi njëra në Instagram dhe çfarë tha tjetra në atë televizion, më duket absurde, ndërkohë që ajo e shkreta s'mund ta ketë pasur fare me motrën e vet. Ka hedhur një story që e ka hedhur për shefin e vet, për punët e veta, për një X reklam që mund të kenë bërë dhe neve shtet me vrap si rrjet dhe sulemi dhe fusim edhe në debat dy motra.
Domethënë, kemi kaluar përfundimisht çdo lloj limiti duke ju futur tjetrit edhe në krevat, duke ju futur në dollap, duke ju futur në frigorifer, duke ju futur në banjo. Domethënë, ne përfundimisht kemi filluar ta keq trajtojmë personazhin publik në atë farfeje që në qoftë se personazhi publik nuk bën ose nuk thot atë që neve duam, neve do ta masakrojmë. A mendoni se do ketë një ribashkim mes Soni Mala dhe Flor Mumajezit marrë shkak nga dodhit në ferm? Ndodhi të sajuara nga produksioni. Të paktën kështu unë e shoh, të paktën kështu unë e mendoj. Produksion që futet si shkus, produksion shkusësh që duan përfitojnë si shkusia që ishte midis Indrit edhe Vanesës, dhe e vetmja lidhje që nuk ishte shkusi ishte Ola Adi, të cilat i plasi bomba ndor dhe i nxorën jashtë. Një produksion që pret këpuc të kuqa, këpuc të bardha, unë se marrë vese që janë të prit, ca sajesa ordinere të tipit që edhe me skenar do futet kjo, do bëhet kjo, do ndodhi kjo, një produksion që merr një X personazh atje në telefon që ama mbështetet i këtë që ta çojmë neve këtë në finale, domethënë më duket një budallik e gjysmë. Ndërkohë që Soni gjuan haptasi i lirin ka një atraksion seksual të frikshëm, këto i çojnë drona nga Flori për t'i thënë që hiq dorë nga i liri, se po lën nam. Domethënë, gjejnë lloj-lloj mënyra, sajojnë lloj-lloj budalliqesh për t'u bërë interesant. Më duket e pavlerë. Dhe për ta mbyllur, çfarë komenti ke për figurat publike që zgjodhin të heshtin për protestat aktuale që po ndodhin? Bojkot, këto figura publike duhet bojkotuar, nuk ka, domethënë, heshte apo bëre sigurie duke komentuar ndërkohë që po nxin të ndenjërat e tua në palas, a kanë protestuar këto figura publike ndonjëherë për atë palasin që është shkatruar? Kur kush nuk ka protestuar? A i ke parë protestojnë ndonjëherë për xhirin e lagjet? Kur kush nuk ka protestuar? A i petet të protestonin gjë për rjollin? Asnjë gjë s'kan thënë, gjysmë fjale. A i ke parë që të protestojnë për golemin? Asnjë gjë. A e di se përse? Sepse aty janë të gjithë duke skuqur të ndënjurat, duke ju lutur pronarëve, oligarkëve apo nuk e di se kujt, për të ngrënë një drekqyl, për të bërë një ditë plazh falas e për të fjetur aty falas. E diti kam dëgjuar vjet si i luteshin gruas e një oligarku atje në palas, për të fjetur një natë tek ai hoteli që është bërë atje. Me të ardh keq dhe me të ardh turp. Personazhe publike që luteshin si fëmijë për të fjetur një natë në Green Coast tek hoteli që është hapur. Këto lloj personazhesh janë pa shtyllë kurrizore. Këto janë personazhe që jetojnë në bazë të servilizmit. Këto janë personazhe që janë të lidhur ngushtë duke i bërë reklama oligarkëve. Këto lloj personazhesh që vishen e zbukurohen për dalë proteste. Ke nga këta personazhe që nuk reagojnë, ke nga këta personazhe që ikin te parukieri për dalë në protestë. Domethënë, i ke që të dyja llojet. Për mua janë, më fal për shprehjen, mut njëri kak tjetri.